Në studio për të zhvilluar intervistën e ditës direkt nga protesta sapo ka arritur njëri nga organizatorët, si dhe njëri nga studentët i cili është i preokupuar me këtë problematik, Mevlan Ademi. Mevlan, mirë se erdhët Nalsa. Përshëndetje, ju faleminderit shumë për ftesën. I thatë edhe gjatë ditës së sotme, por unë do ju pyes për pyetjen kyçe. Cilat janë kërkesat kyçe të studentëve që i përsëritët edhe sot në protestë? Kërkesa janë kyçe është që nga vetëm provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe, dëshirojmë të gjitha provimet edhe zbatimin pa equivoke të gjuhës shqipe në institucionet e Maqedonisë Veriut. Jeni i kënaqur me protestën e ditës së sotme dhe me ato që erdhën nga jashtë Shkupit për këtë protestë? Normalisht që po, Shkupi ishte kuqezi dhe nuk kam asnjë koment, asnjë fjalë për pjesëmarrjen. I falenderoj të gjithë që ndajtën koha për më ardh për këtë kaos, për gjuhën tonë anëtare dhe për gjuhën shqipe. Pritni që këtë herë të dëgjojnë kërkesat tuaja duke qenë se kishit edhe një protestë disa javë më herët dhe nuk pam ndonjë rezultat konkret pas asaj proteste. Realisht normal presim reagime nga institucionet. Duam që institucionet, çfarë do lloj ministri, drejtori, kush do qoftë, ta ketë qartë që gjuha shqipe është gjuhë zyrtare dhe ta zbatojë atë në bazë të kushtetutës. Gjuha shqipe nuk është një teknikalitet që ata mund ta udhin topin prej andej këndej. Përfaqësues politik, nuk e di sa keni pasur sot mundësinë të shihni, kishën një takim, dy liderët të vlen bashkë me kryeministrin dhe pas këtij takimi thanë në një komunikat që po kërkohet një zgjidhje për provimin e jurisprudencës në Shqip, duke premtuar që provimi do jetë edhe në gjuhën shqipe. Keni ndonjë ide për çfarë zgjidhje bëhet fjalë? Realisht, komunikimet nuk kemi pat deri para protestës parë. Pas protestës parë mos kemi patur ndonjë kontakt, as nuk kemi informuar kush bën pjesë në grupet e punës, as në komisionet e as në çfarë lloj mënyre tentohet të zgjidhet kjo. Unë besoj që tani duhet të jetë fokusi të mos zgjidhet vetëm provimi i jurisprudencës, por pas asaj të tangojnë edhe provimet tjera të juridikut, për avokat, për noter, edhe provimet e studentëve të ekonomisë, të mjekësisë, të arkitekturës, të psikologjisë. Të gjithë ta duhet të zgjidhen dhe kjo duhet të jetë iniciativa e qeverisë, jo që janë probleme që duhet të zgjidhen, se ligji është i qartë që duhet të zbatohet në këto vende, po shpresoj të bëjmë presionin e mjaftueshëm liderët tanë politik që t'i bindin ministrat tjerë se duhet ta zbatojnë gjuhën shqipe dhe duhet ta zbatojnë kushtetutën e këtij vendit. Sa e kuptoj edhe ju jeni të në mendimit që nuk ka nevojë për ndryshime ligjore, sepse ligjet tashmë ekzistojnë. Çfarë zgjidhje mund të ishte pa ndryshime ligjore? Po tani, ligji është shumë i qartë, në një paragrafi 3 se komisionet. Tash, ajo komision krijon Ministria e Drejtësisë, nuk krijon diçka tjetër, komisioni e mba provimin e jurisprudencës. Komisionet i mbajnë këta provime të tjera, që mban ndonjë nga odat e nga biroja të ndryshme. Domethënë këtu është fokusi jonë dhe neni për përdorimin e gjuhës është shumë i qartë, neni 23 paragrafi 4-5, nëse për një afat për një viti nuk harmonizon ligjet, organet shtetërore detyrohen ta zbatojnë ligjin, domethënë veprojnë në formë lex specialis, është votuar me bad intern. Dhe mendoj se kjo do të jetë fokusi, se tash po të bëhen ligje të reja, do të bëhen 20 ligje. A mund të bëjnë ata 20 ligje për gjithë ta provime që i kemi ne në gjuhën maqedone? Nuk e di. Unë do kisha thirrur që në mënyrë të vetëm ta zbatojnë ligjin, por normalisht ata i kanë edhe juristat e vet që i kanë, po mendoj që kjo do na shtinë në një lojë tjetër. Ka pasur akuza për ngjyrim politik të protestës. Si mund ta shmangni ju ngjyrimin politik të kësaj proteste? Me tregoni mua si ta shmangë dhe unë e bëj. Është vështirë në këtë vendin tonë, jemi një popullat fatkeqësisht e vogël këtu në Maqedoninë e Veriut dhe çdo herë do jenë ta tentativa. Thirrja jonë ka qenë e qartë që ne i presim të gjithë, secili flet në fund të ditës gjuhë shqipe në vendin e tij. Ne nuk kemi dalë në asnjë deklaratë kundër faktorit shqiptar, asnjëherë dhe nuk do dalim. As në emisione, as në deklarata, as në protesta. Qëllimi jonë i vetëm është që gjuha shqipe të zbatohet aty ku duhet dhe ku mungon. Cilat janë hapat e ardhshëm, nuk duat ju mbaj më shumë sepse vazhdojnë aktivitetet e protestës dhe duhet vazhdoni të jeni në terren. Cilat janë hapat e ardhshëm që planifikoni? Hapat e ardhshme që planifikojmë dhe e lëm pak surprizës, normalisht të koordinona me kolegët, ka kolegë që kanë provime, kolokviume. Tani për tani, hapi jonë i radhës është të takojmë kolegët ta nga Tirana, të cilat nga përcjellja e policisë u dërguan deri në Kumanov, a protesta po mbahet në Shkup. Unë nuk e di sa është e mundshme kjo që policia të mos e di se ku po mbahet protesta. Tash në qoftë se në rast se insiston të ketë përcjellje të policisë, jemi shumë dakord me atë, do respektojmë ligjin, do respektojmë rendin ligjor, po të dërgosh student nga Tirana, 6 orë rrugë deri në Kumanov është absurde. Ata fatkeqësisht nuk mundën të marrin pjesë në protestë, por ne tani do dalim t'i takojna që të paktën t'i falenderojna për rrugën që e kanë marrë. Duke qenë se ishim të hapat e ardhshëm, planifikoni ndonjë ankesë në Komisionin kundër diskriminimit ose edhe
pa di në gjykatë me që bëhet fjalë për diskriminim sipas jush? Pa di në çfarë gjuhë do të dorëzoj. Do të dorëzoj vetëm në gjuhën maqedone. Domethënë edhe për aty, ata vetë këta institucionet nuk po e zbatojnë ligjin për përdorimin e gjuhës. Sido pa disun në gjuhën maqedone. Edhe në kuvend kur dorëzu peticioni më kërkua ta kem në gjuhën maqedone. Pse nuk më lejohet të dorëzoj një dokument në gjuhën shqipe në këta institucione këtu? Qartë. Me Vlan, faleminderit shumë, e vlerësoj shumë që ndave kohë sot me gjitha këto aktivitete për të qenë këtu në Alsat. Faleminderit shumë juve për ftesën.